shkëpyrë në ikon dhe kam frikë se do të na përfshi të gjithëve. Është një krim shtetëror, është një krim kombëtar, është një jo thjesht njoll, ju thash është një ikon që na ndan nga bota. Sot, edhe sikur të veproj drejtësia dhe të mos jap drejtësi, s'ka asnjë problem, s'ka asnjë rëndësi. Sepse s'ka surprizë. S'ka surpriza. Sigur të jap drejtësi, megjithatë do të jetë shumë e cunguar dhe thuaj pikërisht për këtë arsye dhe shpresa është kaq e vogël, dhe shpresa është kaq e degraduar, saqë ne na bën të jemi shkrimi që na bën të jemi kokulur para kombeve të tjera të përparuar. Nuk ka komb të përparuar në botë që t'i ketë ndodhur një vrasje shtetërore për 26 vetash, mund të ishin 260, mund të ishin 2600. Po 300 ishin realisht ata, po ta ngelën nga Gosuren, po ta të vrarë quhen, janë 300 invalid përjetshëm. 300 invalid? 310 invalid të përjetshëm. As lufta e dytë botërore nuk i ka shkaktuar tjetër gjë sa u fryn shifrat. Janë 2-3 fshatra në Shqipëri, të cilat janë martirizuar, kanë shkuar deri në kufijtë e Gërdecit, por në kufijtë e Gërdecit s'ka shkuar as lufta antifashiste. Është shumë e rëndë. Akoma më të rëndë pastaj e bën fakti që kjo katastrofë mbuloi botën. Mbuloi botën dhe ju thash, po të them edhe një herë, është një vepër kriminale e cila hyri në analet e artit dhe të kinematografisë botërore, ju dini, hyri në analet e letërsisë botërore, ju dini, hyri në analet e gazetarisë botërore, e dini, dhe në Shqipëri s'ka asnjë efekt. Do me thënë, është i vetmi rast në botë. Pra bëhet një super hit botëror filmi. Pikërisht, super hit. Super investigimi New York Times. Pikërisht. Kemi romanin e famshëm të atij gazetarit amerikan, se Ravemi. Po kemi një Al Capone në Amerikë. Kemi Al Capone, po kemi një Alcatraz. Në Amerikë u hetua një pjesë e dosjes Gërdesit, ajo e demontimit. U dënuan, u morën masë ndaj atyre. Personave direkt, ë? Pikërisht. Ne kemi Al Capone, s'kemi Alcatraz. Kemi Al Capone, po s'kemi burg. Kemi kriminal, po s'kemi burg. Kemi kryeministër të shkaktar të tragedive, po s'kemi burg për të. Kjo është fatkeqësi kombëtare.